Me uljen e temperaturave studiuesit thonë që shtohet dëshira për seks. Por pse ndodh kjo? Seksi është shumë i këndshëm dhe kjo s'mund të mohohet, por mund të jetë edhe më i dobishëm kur jashtë është shumë ftohtë. Të zënë me punë mund të jetë gjëja e fundit në mendjen tuaj kur është ftohtë, por ka shumë arsye pse do të bëni seks gjatë muajve të ftohtë. Pippa Murphy, eksperte për seksin dhe marrëdhëniet në Kodmos, po bën thirrje çifteve të nxehen për shkak të faktit se kjo është shumë e mirë për shëndetin e tyre. Ajo ka rekomanduar disa arsye pse njerëzit duhet bëjnë seks gjatë muajve të ftohtë të dimrit, duke përfshirë faktin se do t'ju ndihmojë të flini. Disa prej arsyeve është që ju bën më të ngrohtë, kështu mund të ndihmojë në uljen e faturave të ngrohjes, mund të ulë nivelin tuaj të stresit me 68% dhe seksi mund t'ju ndihmojë të flini më mirë e po ashtu ndihmon në rritjen e sistemit tuaj imunitar, i cili mund t'ju ndihmojë të luftoni ftohjet dhe gripin. Gjithashtu, gjatë dimrit, ajri në shtëpi është i thatë dhe mund të keni probleme me frymëmarrjen, por ku qëndron lidhja mes kësaj gjëje dhe seksit është shumë e thjeshtë. Gjatë seksit lëshohen substanca kimike si dopamin që ju ndihmojnë të qetësoheni dhe të flini më mirë. Prandaj, sa më shumë seks.